Përshëndetje miq të nderuar, sot do t'ju tregoj këtë maskë kundër rrudhave të fytyrës. Për këtë maskë na nevojitet Nescafe, ku unë do t'i hedhi 10 gram. Na nevojitet edhe pak qumësht pluhur që ne e përdorim normal në kafe. Edhe këtu 10 gram do t'i hedhi. Do t'i hedhi edhe 50 ml me qumësht. Dhe vazhdojmë që t'i përzim përversit derisa të tretën të gjithë. Tani do të filloj që t'ju tregoj çfarë përfitimesh ka kjo maskë. Nescafja heq qelizat e vdekura, ndihmon në zvogëlimin e rrafëve të zi, e bën lëkurën më të freskët dhe më shkëlqim. Ka antioksidant që luftojnë plakjen. Miseshtja e bën lëkurën më të butë dhe të lëmuar, ndihmon në ngushtimin e poreve, jep efekt si botoks natyral, thith yndyrën e tepërt. Qumshti pluhur ndihmon në zbardhjen dhe ndriqimin e fytyrës, hidraton lëkurën, përmban vitamina që ushqejnë lëkurën, zbut irritimet e lehta, pastron thellë fytyrën, jep shkëlqim natyral. Përdoret 2 herë në një javë. Tani do ta vendosim përmbi avull dhe do ta përziejmë për rreth 2 minuta. Arsyeja është aktivizon përbërjen, bëhet më efektive për lëkurën, krijon kremë të trashë dhe homogjen, ndihmon që maska të ngjitet më mirë në fytyrë. Për të pasur efekte të plota, kjo maskë duhet të përdoret rregullisht, 2 herë në një javë. Këtë maskë unë gjithmonë e përdori në rutinën time dhe më besoni që më të vërtet më ka ndihmuar shumë. Tani maskën e kemi të gatshme për përdorim. Pasi kemi gati maskën, do të vazhdojmë që ta aplikojmë me ndonjë brush të kozmetikës në fytyrë. Pasi që ta aplikoni, do ta lëni që të therret në fytyrë ose të thahet mirë. Më pas, do ta shpërblani fytyrën me ujë të vakët dhe më pas do të vendosni ndonjë kremë të cilën e përdorni gjithmonë ose e keni zakonisht gjithmonë në rutinën tuaj. Shpresoj që kjo video t'ju ketë ndihmuar sadopak dhe ju faleminderit për çdo shikim, pëlqim të recetave të mia. Deri në videon e radhës, mirupafshim dhe ju faleminderit shumë.